Klubi i futbollit Vllaznia vjen të mbetet I pakënaqur me gjykimin e ndeshjes ndaj Bylis, duke pretenduar se mosakordimi një 11 metërshi në minutën e 90 ka ndikuar drejt për drejt në rezultatin final të takimit të luajtur në stadiumin Adush Muçaj. Sipas burimeve pranë klubit shkodran, drejtuesit Kuçeblu janë drejtuar me një shkresë zyrtare Federatës Shqiptare të Futbollit, ku kërkojnë riluajtjen e ndeshjes, duke argumentuar se vendimi I arbitres kryesore Emanuela Rusta ka qenë përcaktues. Pretendimi bazohet në faktin se ndonë se u sinjalizua nga sistemi VAR për një prekje të topit me dorë dhe rishikoi vetë episodin, ajo vendosi të mos akordoi penalti. Në shkresën drejtuar institucionit të futbollit shqiptar, Vllaznia thekson se sipas saj, në rastin më të mirë kemi të bëjmë me një vlerësim të gabuar profesional, ndërsa në rastin më të rënd me ndikim të jashtëm, çka sipas klubit ka cënuar drejt për drejt rezultatin dhe garën sportive. Po ashtu, drejtuesit Kuçeblu kanë kërkuar që kjo arbitre në fjalë të mos përfshihet në asnjë trup gjykuese në ndeshjet ku merr pjesë Vllaznia, qoftë si kryesore, asistente, arbitre e katërt, pjesë e VAR apo avar, si për ekipin e parë, ashtu edhe për skuadrat e akademisë. Në të njëjtën kohë është kërkuar edhe marrja e masave disiplinore ndaj saj, duke konsideruar përgjegjëse për ndikim në rezultat dhe në ecurinë e kampionatit. Sipas klubit shkodran, kjo nuk është hera e parë që ata shprehin rezerva ndaj gjykimit të kësaj arbitreje, ndërsa tashmë presin një reagim zyrtar nga organet kompetente për shqyrtimin e kërkesës të paraqitur.